Shumë së fundmi kemi punësuar në thojza agent AI. Dhe kemi krijuar një sistem të tillë që stafi të jeti suportuar nga këto. Pra nuk zëvendësoj njerëzit, por i shkurton njerëzit, stafit tonë që ne kemi të punësuar, shkurtojmë procese që ato i bënin manuale dhe mund të kenë më shpejt rezultate dhe mund të merren me gjëra më interesante dhe më krijuese se sa të analizojnë të dhëna apo të kthejnë përgjigje klientëve apo të hedhin fatura në sistem. Pra, këto janë çështje që ne i kemi zgjidhur tashmë dhe për ne janë shumë të rëndësishme dhe trajnimet që ne zhvillojmë kanë fokus pra implementimin e AI në biznese, pra se shumë pak njerëz i përdorin. I shohim gjatë gjithë kohës në rrjetet sociale, në për reklama të ndryshme, por realisht bizneset akoma nuk i përdorin aplikacionet AI, qoftë në prokurime, në marketing, në shitje, në financë, në logjistik, në shërbim klienti, në rekrutim të stafit të burimeve njerëzore. Ky podcast është sponsorizuar nga Armal Mamaçi Training, kompani e cila suporton misionin ton për promovimin e vlerave dhe sipërmarrjes në Shqipëri.